Selam aleikum hoxha. Ka problem po qeshe në xhami gjatë kohës kur jetu fal wa aleikum assalam wa rahmetullah. Ti po qëndron para të madhit Zot, Allahu të lartësuar. Duhet njeriu me qenë i përkushtuar. Me u fal ashtu siç ka hije. Dhe nëse ndodh që qeshet gjojnë njerëzit për rreth, prishet namazi. Prandaj duhet me pas kujdes, me rrit seriozitetin. Mos me qesh, mos me fol. Pra vetëm me fol ato gjëra, pra ato fjalë që thuhen namaz. Jo me fol muhabet me shokun. Allahu i rujt, Allahu e përmirëson gjendjen tonë, dhe Allahu na bof ta falim namazin me përkushtim. Sepse kanë shpëtuar besimtarët. Ata, pra të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar, ose e falin me përkushtim. Kështu kuptohet prej një ajeti. Pra cilësia e besimtarëve të shpëtuar kuptohet prej ajetit tjetër, të cilët e falin namazin pra me përkushtim. Allahu i rujt.